Në vizitën e tij të parë zyrtare në Shqipëri, kryeministri britanik Keir Starmer theksoi rëndësinë e forcimit të sigurisë kombëtare, veçanërisht në sfondin e kërcënimeve të shtuara globale dhe të agresionit rus në Ukrainë. Në këtë frymë ai nënshkroi marrëveshjen për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes në prani të kryeministrit Edi Rama dhe përfaqësuesve të lartë të dy qeverive. Sipas Starmer, ky partneritet përçon mesazhin se Europa është e bashkuar në këto ditë të vështira. Një partneritet që do të thelloj pra bashkëpunimin tonë në fushat e mbrojtjes e sigurisë, do të pengoj dhe frenoj migracionin e parregullt. Ne dëshirojmë të fuqizojmë sigurinë kombëtare dhe inovacionin si dhe rritjen ekonomike të kombeve tona. Ky është një moment të cilin shtetet europiane duhet të qëndrojnë së bashku, të bëjnë qëndres ndaj agresionit rus në kontinent. Ju jam shumë mirënjohës juve Shqipërisë për këtë partneritet kaq të fortë që ju keni treguar në këtë betejë tonën, duke treguar leadership në gjithë botën. Duke bërë këtë në këtë moment kritik, ne po përçojmë një mesazh shumë të qartë që Europa është e bashkuar. Sipas marrëveshjes që u firmos këtë të njëjtë, Shqipërisë i hapet rruga për të zhvilluar partneritete me sipërmarrës britanik për prodhimin e mjeteve ushtarake dhe kapaciteteve të tjera, përfshirë mbrojtjen ajrore, toksore dhe sistemet kundër dronëve. Sa i përket sfidës së madhe të emigrimit masiv, kryeministri Edi Rama ka mohuar që me Britaninë e Madhe apo me vende të tjera të nënshkruhet një marrëveshje e ngjashme si ajo me Italinë. Pyetjes lidhur me replikimin e modelit që ne kemi sjell në Shqipëri në bashkëpunim me Italinë, unë kam thënë qysh në kryet herës që ky është një model i cili kërkon kohën e vet për t'u testuar e para, dhe dyta, ky është një model që në rast se funksionon mund të replikohet po jo në Shqipëri, në vende të tjera të rajonit. Po në të njëjtën linjë, Rama refuzoi të pranonte edhe deklaratat e shpeshta nga politika britanike lidhur me emigrantët shqiptar. Në vitin 2024, numri i shqiptarëve që kanë hyrë apo tentuar të hyjnë në mënyrë të palishme në Britani është disa qindra. Në momentin kur ne kemi shtyrë përpara për të ngritur task force-n e përbashkët, arriti në 12.000. Dua që të theksoj këtu dhe një shifër që më bën shumë përshtypje dhe na bën shumë përshtypje në tërësi. Ne shqiptarëve, kur thuhet se 1 në 50 shqiptarë na qenë nga në burg në Britani. Kjo është një gënjeshtër e madhe që ka marrë statusin e të vërtetës, ndërkohë që në të vërtetë shifra është 1.500. Starmer dhe delegacioni i tij mbërritën në Shqipëri në kuadër të Komitetit Politik Evropian, i cili do të mbahet këto të premte në Tiranë, me pjesëmarrës nga 47 vende dhe institucione të larta të Bashkimit Evropian, si Këshilli i Evropës apo NATO, me fokus bashkëpunimin për sigurinë kombëtare dhe ekonominë.